Po mendoj që një problem që gjithë e kum pasur në kry edhe besoj që Avlin më përmend është që nuk përkrahen artistat lokal. Po mendoj artista internacional gjithë kanë pruar, gjithë kanë pruar. Po vinë vazhdimisht, po. Po artistat lokal nuk po përkrahen, domethënë mesin si warm-up, po në fillim nes ose në fund nes, edhe që nuk hub, domethënë çdo artist, edhe neve nuk ka që bashkëpunojnë me Kosovën ose me Shqipërinë, tregun nacional ose më thonë evropian. Kështu që mesin vetëm DJ lokal edhe nuk kanë motiv, domethënë për me vazhdu me bëu diçka më të madhe. Nëse Kosova Shqipënia nuk e bojnë arditjen main artist shembull po flas ose mu ose kondo, çysh ka me të thirr dikush tjetër, çysh pi thirrim na për shembull emra Francis Mercier, Taylor, krejt pi thirrim për shkak që atje kanë performuar mirë, atje kanë më main. Pse te na është ky hezitim? Është hezitim se në ka zhu drejt është puna të investimi, as pari domethënë që investohet një goxha, një punë, një shumë ose diçka në një event në dinaj. DJ është i fundit. DJ është i fundit. Fix. Muzika është kjo shumë e keqe, domethënë që nuk se duhet mas pari domethënë me përkrahje një tjetrin, për me dashur me mrime bu diçka, atëherë ku kemi bëu atë punë kemi bëu shumë sene të tjera. Ma e keqe është që edhe nëpër klube, për shembull marrin një DJ që ka me majt muzikë 3-4 orë, paguhet 300-500 euro, një orë performancë kryesore e artistit 20.000 euro. Fix. Ç'kjo është abden. Domethënë kemi edhe Tena kjo ndo. Po. Kemi edhe artistat mirë domethënë për pas që një artist internacional del me shumë muzikë në artista shumë të mirë. Keni domethënë Artilin, Artim Boshnjaku, Mimi për mëna Nanikila, Mind Bandin, kemi Totonin, kemi plot domethënë artistat mirë që dinë me shumë muzikë, dinë me performu shumë mirë. Po domethënë që mungon kjo përkraja. Tash artistat e vjetër, kësham thonë, që i përmende vjetër, jo po të të kohës që edhe kanë mbet, po marrin muzikë në përgjithësi pak më shumë private, më shumë në për disa klube ku edhe shkojnë njerëzit që shkojnë enkas për ta, se për ndryshe tregu pak edhe ka ndru në vendin tonë. Nuk e di, është mirë, kesh mirë, po që si artista kanë mbet pak mbrapa, i ke milion pak mbrapa. Po, është kjo puna mos bashkëpunimi, domethënë me njëri tjetrin në vendin tonë. Ku duhet më lypet më zhvillu, domethënë shumë në bashkëpunimin e tjetrin, siç e thash, në çdo aspekt. Kur dën me bëni remix një kongës, për shembull, e ke gjetë një vokal, një pjesë një kongës të mirë, edhe dën me marrë ato me bë remix. A është vështirë të na me fol me artista tonë? Po, është paka shumë të kallëzu drejt, se ka dhe të kallëzu edhe kjo puna jo bashkëpunimit, nuk ka dhe motivim. Se nuk ka një farë skene madhe, domethënë që shtyr me punu, ose dikush që ta jep një shtyr ashtu, po më varet domethënë, nëse don me bë diçka që ti e ki qëllim, ki motiv, atëherë e bën domethënë.